Në kuadër të debateve për reformimin e sistemit të pensioneve në Gjermani, Ministria e Punës po konsideron idenë e lidhjes së moshës së daljes në pension me numrin e viteve të kontributeve të paguara të sigurimeve shoqërore. Institucioni ju referua një rekomandimi të disa ekonomistëve, që vlerësojnë lidhjen e moshës së daljes në pension me vitet e kontributeve më të drejtë sesa lidhjen e saj me jetëgjatësinë. Ministria shpjegoi se për moshën e pensionit ekzistojnë dy modele të ndryshme. Një mundësi është që mosha e pensionit të bazohej mbi jetëgjatësinë, ndërsa tjetra mbështetet në vitet e kontributeve që ka paguar dikush në sistem. Nëse dikush fillon një praktik në moshën 16 vjeç dhe më pas paguan në sistemin e sigurimeve shoqërore për një periudhë të caktuar, ai mund të dalë në pension më herët, kurse ata që fillojnë të punojnë më vonë, duhet të punojnë më gjatë, shpjegojnë zyrtarët. Ky mund të jetë një lajm i keq për personat që studiojnë dhe mbarojnë universitetin, sepse fillojnë të punojnë më vonë se ata që nuk studiojnë. Të dy modelet do të diskutohen në Komisionin e Pensioneve. Aktualisht mosha e daljes në pension përcaktohet nga data e lindjes dhe deri në vitin 2031 do të rritet gradualisht në 67 vjeç. Personat që kanë paguar 45 vjet kontribute në sistemin e sigurimeve shoqërore kanë të drejtë të dalin më herët në pension. Sipas Ministrisë së Punës, për ata që kanë lindur pas 1 janarit 1953, mosha e pensionit rritet me 2 muaj për çdo vit, ndërsa ata që kanë lindur pas 1 janarit 1964 mund të tërhiqen nga puna pa reduktim të pensionit kur mbushin 65 vjeç.